So, Ilona? Ata ne mund ta ndryshojmë pozicionin për jashtë në hapësirë tjetër. Ata ne mund ta ndryshojmë pozicionin për jashtë në hapësirë tjetër. Me madhes dikush që tapre. Por për shkak të rrethonave të krijuara, me që raporti i komisionit në seancë nuk mori votat e mjaftueshme për, në këto rrethona detyrohemi ta ndërpresim seancën dhe me një letër ta njoftojmë presidentën se si do të veprohet në të ardhmen. Ju faleminderit. Kemi hyrë në një blokad të re institucionale, ajo që e paralajmërova është sekretariati i kuvendit që do të njoftoj presidenten Osmani për këtë vendim të kuvendit, pra për votën kundër marrjes së mandateve të deputetëve. Dhe presidentja e Republikës së Kosovës që tash mbetet në mandatin e saj që të jap një interpretim juridik se çfarë do të ndodh ose t'i kërkoj interpretim gjykatës kushtetuese nëse vendi duhet shkuar drejt zgjedhjeve apo mund të jepet edhe një shans themelimit të legjislaturës së dalë nga këto zgjedhje. Kjo është zyrtarisht, nga ky moment jemi në krizë të re institucionale. Betimit le ta lër në tavolinë. Letrën e betimit secili prej deputetëve duhet ta lë aty, të mos e marrë me vete dhe nuk kanë nevojë as ta nënshkruajnë, me që nuk kemi kaluar tek momenti i